një ndër përkufizimet më të mira të politikës është kapaciteti për të vizatuar, pikturuar një vizion të sardmes, dhe më pas për të bindur njerëzit që rrugtimi drejt atij vizioni është i dobishëm, është i mirë për njerëzit. Kjo lidhet me dy gjëra. Lidhet e para me kush e krijon këtë vizion. Pra se si një udhëheqës politik, Edi Rama thotë, ne do shkojmë drejt Shqipërisë 2030, ne do të ulemi në tryezën e Bashkimit Evropian, do jemi bashkë me 27 të tjera, flamuri shqiptar i cili valvitet në Bruksel bashkë me flamurit e tjerë, është një vizion i të ardhmen dhe është gjithashtu një tentativë për të thënë që tani secili prej nesh në fusha ndryshme, në ekonomi, në biznes, në shtet, në bujqësi, në arsim, në infrastrukturë, në siguri, duhet bëjmë gjithë punën tonë drejt një vizioni që është përbashkët drejt ku duam të shkojmë. Dhe sigurisht që vizioni është shumë i rëndësishëm. Pasi një vizioni, artikulimi i një vizioni, kthjellësimi i një vizioni është edhe shumë i rëndësishëm. Sigurisht dhe rezonanca e këtij vizioni me një gjë që njerëzit duan. Pra një gjë e cila i qëndron njerëzve kënaqshëm, për një gjë që njerëzit është e pëlqyeshme për ta. Pra sigurisht mund të bësh një vizion shumë të mirë, por që njerëzit thotë unë s'dua këtë. E kuptoj. Pra kombinimi më pas i këtyre tre elementeve besoj që është një ndër strukturat më të shëndetshme të mënyrës se si ecet përpara një fushate.